Pak kohë më parë, kur qeveria njoftoi ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, Belinda Balluku ofroi panele diellore si opsion kursimi. Ndër të tjera, qeveria deklaroi se do të aprovonte ngritjen e parqeve voltaike të investitorëve shqiptar për krijim të energjisë nga dielli. Nëse në atë kohë nuk e kishit kapur kleçkën, skema do ju bëhet pasqyrë e qartë sot në këtë shkrim. Skandalet me miliona euro të investuar në energjitik, që në shkrimet investigativ të her pashershme nga ana jon, është vërtetuar se kanë përfunduar në xhepat e drejtuesve të institucioneve në varësinë e Ballukut. Ndërsa në këtë shkrim, njëri nga emrat kyç në skemën e parqeve voltaike është Maksim Ethemaj, drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar dhe një bashkëpunëtor i afërt i Belinda Ballukut. Përveç rolit të tij në aviacion, ai rezulton të jetë i përfshirë në skemën e ndërtimit të parqeve diellore përmes një kompanie të regjistruar në emër të motrës tek unatit të tij. Firma e motrës së Ethemajt përfiton licenca për panele diellore. Në tetor të vitit 2020, u themelua kompania Green Plus Energy me aksioner Eva Kjaer dhe administrator bashkëshortin e saj Gjergj Pano. Kjo kompani ka si objekt aktivitet prodhimin e energjisë elektrike përmes impianteve fotovoltaik. Ajo që bie në sy është se Eva Kjaer, aksionerja kryesore, është motra e Maksim Ethemajt dhe jeton jashtë Shqipërisë, duke punuar si shef e kuzhine, ndërsa Pano është kunati drejtuesit të aviacionit civil Ethemajt. Në 28 prill 2023, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, me firmën e Belinda Ballukut, miratoi kontratën për ndërtimin e një centrali fotovoltaik me kapacitet 2 MW në Topoj të Fierit. Vetëm një muaj më pas, KKT miratoi leje zhvillimore për projektin, duke treguar një urgjencë të pazakontë për një kompani pa të ardhura dhe pa asnjë metër katror tokë në pronësi. 2 muaj pas marrjes së lejes, Eva Kjaer shiti 40% të aksioneve të kompania 4AM e Bashkim Ulajt për vlerën 40.000 lekë. Bilancet financiare tregojnë se në vitin 2020, kompania kishte në llogarinë bankare 34.5 milion lekë, një shumë e konsiderueshme që nuk kishte kontributi ortakëve dhe nuk identifikoi burimi i saj. Kjo vlerë u paraqet si garanci paraprake për punimet, por më vonë rezultoi se ishte një hua nga kompania 4AM. Ndërkohë, Bashkia Fier dha tokën me qira për vetëm 120 euro në muaj për 30.000 metër katror, një vlerë qesharake krahasuar me potencialin e këtij projekti. Një detaj tjetër që ngre dyshime mbi këtë skemë është lidhja mes Anta Alp Control dhe kompanisë 4AM, e cila financon projektin e motrës së drejtorit të aviacionit civil. Në kohën kur 4AM tregonte bujarin ndaj Green Plus Energy, ajo fitoi 3 tendera nga Anta me vlerë 500.000 euro. Në vitin 2018, 2.5 milion lekë për blerjen e pajisjeve teknike. Në vitin 2019, 29.3 milion lekë për mirëmbajtje dhe blerje pajisjesh për administratën. Në vitin 2021, 20.5 milion lekë për shpenzime mirëmbajtje përsëri pagar. Të gjithë këto tendera u dhanë gjatë periudhës kur Maksim Ethemaj mbante postin e drejtuesit të përgjithshëm teknik në Anta. Kjo përforcon dyshimet se paratë e tenderave të dhënë Bashkim Ulajt janë përdorur si financim për kompaninë e motrës së Ethemajt, që më pas mori licencat nga Ministria e drejtuar nga Belinda Balluku. Një tjetër shkelje identifikuar në këtë aferë është kategoria e tokës ku po ndërtohet implanti fotovoltaik. Sipas dokumentave, ajo është regjistruar si ranishte, pa përcaktim të saktë të kategorisë, çka nuk e lejon ligjërisht ndërtimin e një parku energjetik. Kjo praktikë është vënë re edhe në projekte të tjera të Ballukut, ku lejet e ndërtimit për parqe energjetike janë dhënë mbi toka që nuk e lejojnë këtë aktivitet.